lëvizjen vetëvendosje, refuzon qeverinë e opozitës, gjithashtu refuzon edhe mundësinë e shkuarjes përsëri në zgjedhje. Pra në rrethana të tilla, shohim që është refuzuese ndaj gjithçkaje. Kjo kryesisht vjen kur ti zhytur në mlef edhe në inat, në pakënaqësitë e tua, e atë e transmeton pastaj në një sabotim ndaj të gjithëve. Në rrafshin me PDK, ne s'e kemi konsideruar asnjëherë mundësinë e një partneriteti me Partinë Demokratike të Kosovës, sepse as elektoralisht, elektorati jonë nuk e favorizon një mundësi të tillë të partneritetit. Gjithashtu është një prej subjekteve e cila për një kohë shumë të gjatë ka qëndruar në pushtet dhe mendoj që ka të nevojshme që të rishikoj, rivlerësoj dhe rigjykoj edhe vetën e saj përpara se të ketë prallë një mandat të radhës në pushtet ekzekutiv. Andaj ne edhe në aspektin programor dhe elektoral dhe afërsive potenciale e kemi konsideruar si partner më të parafërt pra Lidhjen Demokratike të Kosovës, gjithashtu duke konsideruar pas që brenda koalicionit me lëvizjen vetëvendosje është dhe Guxo, e cila ka një pjesë elektoratit të vet, i cili ka ngjashmëri të madhe me elektoratin e LDK-s, kështu që të gjitha këto komponenta, mirëpo dhe sondazhet e fundit të tregojnë që është më i pranueshëm edhe elektoralisht, mirëpo dhe në aspektet të tjera programore. Këtu kanë qenë mundësitë të cilat ne i kemi trajtuar. Është diskutuar, siç është konfirmuar edhe nga ana e kryeministrit Kurti, edhe me subjektin Nisma, e cila e reflekton pra atë vakumin në numër të cilën ne e kemi pasur. Ne kemi qenë të gatshëm që ta pranojmë dhe të kemi një partneritet politik në rrafshin e pushtetit ekzekutiv, mirëpo nuk ka qenë e pranueshme funksione tjera, siç ishte pra edhe çështja e pozitës së kryeparlamentarit, sepse kemi besuar që një subjekt me 3 deputet nuk e reflekton peshën politike për pozitën e dytë më të lartë në shtet, e cila pas disa muajve do të nënkuptonte edhe ushtruesin e detyrës së presidentit. A ishte kjo në fakt arsyeja e vërtetë sepse Limaj nuk u propozua për kryeparlamentar? Sepse ai kishte përmendur një lloj marrëveshje, mirëpo jo të shkruar ashtu, vetëm Nisma ka pasur vullnet dhe gatishmëri, po ky vullnet dhe gatishmëri ka pasur një parakusht. Pra në raport me konstituimin e kuvendit, siç është pra pozita e kryeparlamentarit. Diskutimet janë bërë në rrafshin e grupit tonë parlamentar, ka pasur mendime për dhe kundër, dhe pas diskutimeve të cilat ne i kemi zhvilluar në këtë rrafsh, është vendosur që propozimi për kryeparlamentar të jetë pra Zonja Haxhiu mbi 2 parimet të cilat i ceka. Në raport me Nismën është tërësisht në rregull që të përfshihet në pushtetin ekzekutiv me sektore të cilat mund të përcaktohen në bazë të diskutimeve të cilat i bëjnë kryetarët e subjekteve politike, mirëpo nuk e reflekton, le të themi, peshën politike për një pozitë të cilat edhe sipas vullnetit qytetar dhe sovranit i takon partisë më të madhe në vend, e në këtë rast pra që është lëvizja vetëvendosje. E përmendni vazhdimisht të faktin që Zonja Haxhiu është gruaja më votuar dhe duhet ishte propozimi duhur për kryeparlamentare, mirëpo Zonja Statovci, nëse shohim që 37 herë po dështon një votim i tillë, a nuk do të ishte ndoshta e rrugës, ndoshta t'ishte e dur që vetëvendosje të kthehen një hap prapa dhe të vendosin një emër tjetër për të arritur një zgjidhje? Po, unë e cika dhe më herët, aktualisht nuk kemi të bëjmë as me emrin, kemi të bëjmë me një procedurë. Edhe kjo procedurë është duke u sabotu. Edhe Komisioni për verifikimin e mandateve është sabotu. Edhe cili do emër unë besoj që propozohet nga ana jonë do të gjenden arsye për të refuzuar, sepse qëllimi i vërtet ka të bëjë me mos formimin e qeverisë. Pra që mos kemi krijimin e qeverisë Kurtit re, andaj këtu qëndron pra qëllimi i vërtet politik i gjithë kësaj tendence e cila ka kaluar në një strategji politike. Nuk ka të bëjë me emrat përveçëm, do gjenden për plot arsye për cilin do kandidat për ta arsyetuar në një formë ose tjetër pozicionin e tyre politik, sepse mos të harrojmë e gjithë kjo blokad dhe mos votim nga ana e partive opozitarve nuk ka të bëjë asnjë arsyetim politik, asnjë kauzë mirëfill politike, as do një kritik e cila le të themi bazohet dikun. Thjesht është për arsye të mungesës së numrave nga ana jonë dhe të shfrytëzohet momenti për ta sabotuar formimin e qeverisë dhe në këtë rast edhe lëvizjen vetëvendosje për të nisur tutje me krijimin e institucioneve dhe respektit ka shi procesit zgjedhor dhe vullnetit qytetar. Unë shpesh herë merja dhe këtë shembullin e asaj se që ka ndodhur në Gjermani, të cilat pavarësisht në qoftë se 2 parti ose 3 parti bëhen së bashku për të formuar qeverinë,
është një parim i pashkruar dhe një rregull i pashkruar